Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa paqja dhe bekimi i tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Do të mundohemi sot me lejen e Allahut Azza wa Jall që të flasim për një temë e cila në rrethana të zakonshme dhe normale nuk ka nevojë që me këtë temë të dëtojmë muslimanëve. Mirë po, kur përhapet ignoranca, keqkuptimi i fesë, kur njerëzit marrin metoda të posaçme, vetanake për ta kuptuar fenë e Allahut Azza wa Jall dhe përhapet mëkati dhe rebelimin ndaj Allahut Azza wa Jall, atëherë edhe këto lloj temash ka nevojë që t'i trajtojmë në mesin e muslimanëve. Dikur këto lloj temash musliman kanë trajtuar vetëm për ta shfaqur bukurinë e Islamit para të tjerëve. Dhe kanë pasur dëshirë që për këtë temë të ndëgjojnë të huajt, ka se kanë lakmuar në Islamin ton, mu në këtë temë. E kanë lakmuar Islamin për shkak të namazit. Edhe sa kemi ndëgjuar dhe kemi lexuar sa të huaj kanë hyrë në Islam, mu për shkak të namazit, edhe kanë hyrë në Islam ka hdera e namazit. Dërsa sot, fatkeqësisht kemi ardhur në atë shkallë që duhet musliman të nxisim që të falen. Muslimanët ju themi se kanë obligim që të falen. Kemi ardhur në atë shkallë që duhet muslimanët ju tregojmë se nuk qëndron Islami pa namaz. Nuk qëndron Islami pa ju nështruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Sidoqoftë, pasi që jemi sprovuar me këtë dukuri të keqe negative që është prapë mes muslimanëve, e kemi pa të udhës që t'i themi disa fjalë në lidhje me këtë temë. Si çdo temë, do të thotë që muslimanët ju takon të flasin për të, i ka hije që kësaj teme t'ja kushtojmë një hyrje të domosdoshme, një hyrje të thjeshtë, sa me lejen Allahu xhallahu ala na shpije deri tek tema e jonë. Cila është kjo hyrje? E para që duhet ta dim është se Allahu xhallahu ala që ne atij kemi besuar është Allahu subhanahu wa taala i cili çdo veprim të tij e përcjell një urtësi e madhe. Dhe Allahu xhallahu xhelalu nuk krijon asnjë sa kot. Prandaj edhe njeriu kur e ka krijuar Allahu xhallahu ala e ka krijuar me qëllim të caktuar. Prandaj për këtë qëllim Allahu xhallahu ala do t'i pyet njerëzit yawmul qiyamah, ditën e gjykimit. Sikurse e përmend kët Allahu azza wa jalla në fund të surës Mu'minun, në fund të surës së besimtarëve, ku përmend Allahu xhallahu ala në dialog që do të zhvillohet mes mëkatarëve, në dialog që do të zhvillohet mes atyre që i kanë shur rrugën Allahut azza wa jalla dhe Zotit të tyre. Edhe Allahu xhallahu ala i pyet: "Kam labithtum fil ardi adada sinin?" Sa keni qëndruar në tokë? Sa ka qenë afati i qëndrimit të juaj në tokë? Ata do të përgjigjen përgjigje të pasakt, nga se do t'ju duket se ka qenë shumë e shkurt. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al al-'addin. Kemi qëndruar një ditë apo një gjysmë dite. Pyeti ata që i kanë numëruar ditët, na nuk e dim sa kemi qëndruar. Allahu xhallahu ala u konfirmon se kanë qëndruar shkurt, mirë po jo një ditë. In labithum illa qalila, është e vërtet se vetëm pak keni qëndruar. Është e vërtet se shkurt ka qenë qëndrimi juaj në këtë tokë. Pas këtij dialogu, pas tyre fjalëve të qëndrimit në tokë, Allahu xhallahu ala kur e kuptojnë krijesat realitetin e jetës në tokë që ka qenë, e kuptojnë fundin e tyre, e kuptojnë përfundimin dhe llogarinë për Allahu xhallahu ala, çka i thot Allahu azza wa jall, kjo lidhje mes këtij ajeti në fund, edhe mes këtij dialogu është esenca e çdo teme që na si muslimanë trajtojmë. Allahu xhallahu ala i thot: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" A menduar se ju kemi krijuar kot edhe nuk keni më kthy tek ne kur? Ky është sekreti i njerëzve, ky është sekreti i devimit të njerëzve. Për këtë arsye njerëz nuk i parulin Allahut azza wa jall. Nga se mendojnë se janë krijuar kot
Çka do të kupton kjo kët? Do të thotë kalimi i kohës, edhe jetës, edhe shfryzimi i këtyre dyjave në diç tjetër pas asaj që Allahu ka kërkuar, e tëra, çka do qoftë, Allahu i ka thënë kët. Andaj njerëzit duke e quajtur jetën jo në realizim të qëllimit që Allahu xhalla wala ka kërkuar për tyre, edhe duke harruar se kanë mundësi tek Allahu subhanahu wa taala, e lëshojnë rrugën Allahu xhalla wala, e lëshojnë namazin, agjërimin e kështu me radhë. Prandaj kjo pyetje për mos u befasu edhe për mos u çudit me te jomul qiyama, duhet që robi njët në kësaj bote të përgatitet edhe ta dëshmon se nuk është kriju kët. Prandaj Allahu azza wa jall sa do që njeriu të largohet prej tij, sa do që njeriu të shkon larg prej Allahut azza wa jall, thirrjet e Zotit që t'i kthehet robi i Zotit vet janë të pandalshme. Të pandalshme. Nuk e ka thirr Allahu xhalla wala njeriu një herë në vit që t'i kthehet, as nuk e ka thirrur një herë në jetë, as një herë në javë, mirë po Allahu xhalla xhelalu përkundër rebelimit të njeriu, përkundër largimit të tij, përkundër të ikës së njeriu nga Allahu xhalla wala, Allahu subhanahu wa taala çdo natë dhe çdo ditë e thirr njeriu që t'i kthehet Allahut azza wa jall. Sikurse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu i madhruar e shtrin dorën e tij natën që të pendohet mëkatari i ditës dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet mëkatari i natës. Andaj ai i cili nuk falet, ai i cili nuk është i porulën Allahu xhalla wala, ky njeri ik prej Zotit. Ik prej Allahut azza wa jall. Subhanallah, është për të çudit me atë që nuk falet. Ik prej atij që e dan, ik prej atij që e ka furnizu, ik prej atij që jep shëndet, ik prej atij që e rund dhe e mbron, jep familje, jep mirëqenie, jep furnizim. E ka ik të kush ik? Ik të armiku i tij që nuk e don të mirën në asnjë moment. Ik të shejtani, ik të armiku i Allahu xhalla wala dhe edhe armiku i njeriu, i cili është zbetu se nuk do të kursen asnjë mjet që ta devijon birën e Ademit, e që në fund të jetë i dëshpëruar, i shëmtuar, i mallkuar, mos sikurse është ai. Andaj është betu për Allahut azza wa jall dhe ka thënë se sa të kanë shpirt në ta, sa të ka jetë në ta, vazhdimisht do t'i cyti dhe do t'i devijojë. Mirë po Allahu xhallahu përsëri është shfaq mëshira e tij dhe ka thënë sa të ka shpirt në ta dhe sa të ka jetë në ta, unë do t'u falë atyre. Për këtë arsye nuk gjohëm si Zoti. Pse i ka tërë për ti? Do të thotë njeriu fatkeqësisht ik prej Allahu xhallahu ala. Kur Allahu e thret në pendim, kur Allahu e thret në shtrim, ai ik prej Allahut azza wa jall. Te kush ik? Ik te armiku i tij. Sikurse fëmiu që ik nga shtëpia e tij e bëhet pjesë e klanave të bandave të ndryshme. A do të shël një ditë mirë ky fëmijë kurrë në kurrës, nga si ka ik nga më e dashura, nga më e mira, nga ajo që do të mirën, tek ata që e kanë njohur në aspektin e jashtëm, mirë po duhen të keqin në shfuzimin e tij. Ky është shembull i që ik për namazit. Ky është shembull i që ik për xhamisë. Ik për Allahu subhanahu wa taala të kush? Tek iblisi. Allahu xhalla wala thot, apo e merrni atë mik, e ai është armiku i juaj. Ai është armiku i juaj. Për Allahu xhalla xhelaluhu nga mëshira e tij, edhe nga mirësia e tij ndaj robët e tij, u ka mundsuar që këtë trup që ata e kanë, u ka mundsuar që këtë shëndet që ata e kanë, i tëri ky trup, çdo gjymtyre jona simbolizon një aspekt material. Është një valutë, është një monedhë, është një pare që me te yawmul qiyamah do të blehet çdo pjesë e xhenetit. Ose nëse devalvon kjo valutë, nëse humb vlera e saj, e s'ka mundësi njeriu me bledi diçka me të, atër vlera do thotë do të jetë, padyshim Zoti na ruaj, dënimi i Allahut azza wa jall. E dietarët e kanë përmend në lidhje me këtë çështje dhe kanë thënë se njerëzit në raport me shfrytëzimin e gjymtyrëve të tyre që Allahu i ka japë janë tri grupe. Në këto gjymtyrë që Allahu ja ka dhënë, ta fitojnë kënaqësinë e tij, ta fitojnë mirësinë e tij, ta fitojnë begatinë e tij, njerëzit janë tri grupe. Lloji i parë i njerëzve është ai i cili e ka kuptuar këtë mesazh shumë mirë. E ka kuptuar çka po dëshirohet prej tij
edhe i ka nënshtruar dhe përull gjymtyrët e tij Allahu xhallahu ala dhe ka arrit kënaqësinë e tij. I ka përdorur gjymtyrët për të fituar furnizimin këtë botë, ka punu për dunja, mirë po ka punu edhe për ahiret, e ka fitu edhe dunja, e ka fitu edhe ahiretin. I dytë është ai i cili i ka shpërfill në gjymtyr dhe i ka keq përdor, i ka keq shfryzu duke i përdor vetëm për nënshtrimin ndaj kësaj bote, ndaj përfitimit të kësaj bote, duke harruar Allahun azza wa jall, e padyshim se kjo është i humbur. Edhe i treti ai i cili i ka lënë gjymtyr komplet të paaktivizuar. Do të thotë ai i cili as në dunja s'e kanë pa harin, e as në ahiret nuk e kanë pa harin. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Fatkeqësia më e madhe është ai i cili do si ka përdor as në këtë, as në atë. Për ta ilustruar këtë që e thash me shembull më konkret, dietari i njohur Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah thotë se shembulli i këtyre treve është sikur se shembulli i tre personave që i është dhënë një arë në shfrytëzim dhe i janë dhënë atyre të gjitha mjetet për ta kultivuar dhe për ta mbjellë këtë arë. I është dhënë një tokë e caktuar tre personave. Një ari, dy ari, tri ari në kombinaci sa, edhe janë dhënë mjetet edhe vega që me punu tokën, i janë dhënë punëtorët, gjitha janë dhënë. Edhe i ka dhënë kultivaj këtë tokë, nga se në këtë tokë është ushqimi yt, është mirëqenia jote, është rahatia jote, është begatia jote. I pari çka ka bë? I pari ka marrë, ka punu këtë tokë si duhet, e ka përpunu, e ka mbjellë si duhet, pastaj e ka rrethu tokën, mos lënë që të kalojnë shtast, t'ja prishin, të kalojnë baktia, t'ja prishin arën, të vinë keqbërësit, hajlat, t'ja prishin atë që e ka mbjellë, edhe e ka rut, dhe kohë pas kohë e ka mbikëqyr këtë arë, padyshim se çka dën këtë arë, nuk del tjetër përveç se begative që Allahu xhallahu ala i mbjell nga toka. Tjetri e ka marrë këtë arë, mirë për ka shpërfill, as nuk e ka rrethu, edhe ka lënë që dalin të therra, dalin të ushqime të ndryshme, të cilat kanë arë baktit, kanë arë egërsie të ndryshme, edhe është bërë vend i keqbërëve të ndryshëm aty. Edhe i treti, as se ka bërë me këtë, as me atë, do të e ka vërshu ujë komplet. Arën e tij, as ka pas dobi shtast, as ka pas dobi ajër. Kjo është zemra. Allahu xhallahu ala gjithë e ka një zemër, që në këtë zemër të mbjellet e mira, që në këtë zemër të mbjellet adhurimin te Allahu xhallahu ala, disa e kanë kuptuar këtë, edhe i kanë përvijë mëngët e tyre, edhe kështu e kanë datu zemrën, disa e kanë lënë anash, saqë nuk gjon, nuk sheh, do të thotë nuk dëgjon për ndonjë të keqe, e që nuk ka hise zemra e tij në atë keqe. E ka lënë zemrën e tij që kush don të prekë te, kush don të futë të diçka, sikurse është halli i shumë njerëzve sot fatkeqësisht. Po e sheh bredh mes kthirjeve të ndryshme. Nëse thuhet për dikën se është i tillë, ai vrapon mas asaj fjale. Pasat të hargjohet kjo akuzë, dendën e akuzë tjetër, e shtë se vrapon ka, ajo, nuk është stabil asnjëherë, vazhdimisht do të thotë është i dhënë pas thirrjeve të ndryshme të njerëzve, nga se e ka lënë zemrën e tij që të mbjell dhe të ketë qëndrim kushdo që dëshiron. Ai që ka kuptuar këtë arë sikur se duhet, padyshim se kjo arë do të mbjellë të, do të dalë prej saj adhurime të ndryshme që e adhuron njeriu me te Allahun subhanahu wa taala. Nga adhurime më madhështore, nga adhurime më të mëdha që njerëzit i përulin Allahu xhallahu ala pas dëshmisë se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut azza wa jall, është falja e namazit. Para se dalim tek ato dilemat e njerëzve, ose dalim tek ato që pse njerëz nuk falen, edhe që t'i anulojmë të gjitha këto dilema një nga një me argumente të shariatit, do t'i përmendi shkurtimisht vetëm disa nga argumente e shariatit që flasin për domosdoshmërinë dhe obligimin e namazit. Nga se plot njerëz, shumica e njerëzve fatkeqësisht, sikur se do të vjen vijim, kur flet për ta për namazin, flasin për namazin se është i mirë po thu se flasin për diçka që është e durrës së tretë ose të katërt ose të pestë e kështu me radhë. Do thotë, po thu se namazi është vrimë e fundit e fesë. Do duhet ne mi plotësu të gjitha punët e fesë e pastaj tek në fund marr namazin.
E na do ta dëshmojmë të kundërt me lejen e Allahu xhallahu ala për të treguar se nuk qëndron feja pa namaz. Edhe sikur se ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu, kush sa ka hise në namaz, aq ka hise në fe. Ai që s'ka hise në namaz hiç, nuk ka hise as në fe. Andaj këtu fjalë kërcënuese, sikur se edhe argumente shërohet që flasin për kërcënimin ndaj atij që nuk e fal namazin Zotit na rujt. Edhe po them, këto argumente kanë ardhur të përmendura në Kur'an për të treguar vlerën e namazit, ose në sunet kanë ardhur me tregu vlerën e namazit. Mirë, po na mi sprovu që me ato argumente që flasin për njerëz pa besimtar, që flasin për njerëz devijum nga rruga Allahu xhallahu ala, Zot na rujt mu me gjeta t'ju flasim prindve ton, t'ju flasim motrave tona, t'ju flasim vllazëve ton, fëmijëve ton musliman, cilët mbajnë emrin musliman, festojnë fjalët muslimanëve kështu më radh, mirë, po nuk mbajnë mend ndonjëherë në jetën e tyre që e kanë përulur ballën e tyre në tokë për Allahun xhallahu xhallahu. E gjitha kjo pse ka ardhur? Nga se njerëz nuk e dinë rëndësinë e namazit. Nuk e dinë rëndësinë e namazit. Po ta dinë njerëzit rëndësinë e namazit dhe po dinë se çfarë pozite dhe çfarë hise nxën namazin në fen Allahu xhallahu ala, padyshim se nuk do të mbetet pa u fal pos ai që s'ka iman në zemër. Mirë, po ai që ka iman në zemër, duke i ditë argumente, nuk besoj se do të mbetet pa ju nështruar Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se është e pamundshme, sikur do të vjen edhe në vijim, që njeriu të thotë se unë e dua Allahun xhallahu ala, e kjo dashuri mos ta shtyn që bile spaku namazin me fal. E mos flasim për adhurimet e tjera. Allahu xhalla xjalaluhu në surën Muddathir, në fund të kësaj sure, Allahu xhallahu ala na e përshkruan një dialog që do të zhvillohet mes banorëve të xhenetit edhe mes banorëve të xhenemit. Banorët e xhenetit që kanë shpëtuar, që e kanë arrit shpërblimin e Allahu xhallahu ala, edhe banorët e xhenemit në xhenem duke u djeg, duke u dënuar Allahu na rujt, zhvillojnë dialog mes vetë. Thonë banorët e xhenetit, ma salakakum fi saqar? Çka ju sjellë juve në xhenem? Çuditë njerëz. Që na çfarë do bie kena marr? Na kena fitu, bashkë kena kon. Një shtëpi kena jetu, çysh ti shkove në xhenem, në xhenet, çysh u bë kjo punë? Çysh ndodhi kjo? Çuditën. A nuk ishim bashkë në punë punojshim? A nuk ishim bashkë në shkollë mësojshim? A nuk ishim bashkë në rrugë që ecshim? A nuk ishim bashkë në shtëpi që banojshim? Bashkë në ndërtesë banojshim? Çka ndodhi me juve? Pse u ndat me neve? Pse nuk jeni me neve? Çuditën. Fi jannatin yatasaalun. Në xhennet duke qenë pyetën. Yatasaalun çuditshëm pyetën. Ma salakakum fi saqar? Çka ju punon në xhenem? Aman na tregoni se çfarë vepre të mëdha të shëmtuara, kaq të keqe keni bë që u ndat me neve. A dini çka do të thonë? Përgjigjja e parë, lam nakun min al-musallin. Se na kon bëjë që u falshim. Nuk veshëm xhami, ju shkëshin xhami na rrugës tjetër. Andaj na do, se në dunjë ti më qenë të ndarë. Ju shkëshin xhami, na shkëshim në rrugën tjetër. Thirrke ezani, edhe thirrke tjetër kush i përgjigjeshim tjetrit, e ju thirrje se Allahu xhallahu ala. Andaj s'ka i se po në xhenet. Ma salakakum fi saqar? Çka ju ka sjellë në xhenem juve? Çka ju prunin këtë dënim të dhimbshëm? Përgjigjja e parë, lam nakun min al-musallin. Na ishim nga ata që nuk u falshim. Nuk kena fal, deri sa na është fal namazin e neve. Deri që atëherë. Andaj u biri Ademit. Robreshe Allahu Azza wa Jall, ktheju xhamisë dhe falës së namazit para se të bijë me dhunë shumë xhami me ta fal tjetër namazin atë. Ato që e bijnë katër vetë në krah duke e bardhë në xhami me fal namazin, me bë më u qua një në atë moment, çka kështë me thonë? A thuvall, a e njerë venin ku e kam pru? Nuk e njerë se kur s'ka qenë. Nuk e njerë. Përsëri sjellët. Përsëri sjellët do të thëtë në xhami që ti falet namazi, të kërkohet falje për te, edhe pse Zoti na ruajt asnjë deri më tash nuk e ka ditë rrugën deri në atë. Para kësaj sure, në fillim të Kur'anit, Allahu xhalla xhelaluhu
kur e hap librin e tij. Ju e dini shumë mirë se çdo shkrimtar, çdo autor i çfarë do libri, në fillim të librit të tij tregon për librin e tij, i njofton lexuesit me librin e tij, edhe tregon se kujt i dedikohet ky libër. Nëse libri është për fëmijë, automatikisht parathoni thuhet se këtë libër e kam shuar për fëmijët e kësaj moshe për këtë qëllim që e kështu me radhë. Nëse është për smurit, tregohet. Nëse është për mjek, në parathon e çdo librit tregohet se kujt i dedikohet ky libër, edhe kush ka mundësi të përfiton nga ky libër. Edhe Allahu xhallahu ala në fillim të Kuranit ka treguar se kush ka mundësi me përfitu nga Kurani e kush jo. Allahu xhallahu ala thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fi." Ky është një libër që s'ka pikë dyshimi në te. Se është nga Allahu xhallahu ala. Nuk ka pikë dyshimi se është i vërtet. Hudan lil muttaqin. Është udhëzim për të devotshmit. Ky është udhëzim, është shërim, është dritë për një grup të caktuar të njerëzve. Kush janë këta njerëz? Kush janë këta njerëz? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që besojnë pa dukshëm, normal, e besojnë Allahun xhallahu ala fillimisht, masi kanë besuar Allah më një herë më saj. O yuqimuna as-salat. Edhe falin namazin. Çka e më kuptu kjo? Se ai që nuk e fal namazin, nuk ka Kurani udhëzim për ta, Allahu na ruaj. Nuk ka Kurani dritë e tij, nuk ka Kurani ndërmjetësim për te, nuk ka Kurani ilaç për te. Ai që nuk e fal namazin. Andaj subhanallahu, për çfarë arsye njeriu e privon vetë nga një begati kaq e madhe si kur është Kurani, për shkak se nuk i falet Allahu subhanahu wa taala. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye nuk i falet? Kush i ndëgjon ata që nuk falen, vallahi do të shesë aq i kanë të volta, aq të pa qëndrueshme arsutimet e tyre, sa që nuk mundesh ti që falesh me kuptu pse dikush nuk falet atë. Udhëzim për të devotshmit, kush janë këta? Kush janë këta njerëz? Alladhina yuqimuna as-salat. Ata që falen. Ata që i nështruen Allahu xhallahu ala me namaz. Pasat përfundan Allahu xhallahu ala me sharim në këto njerëzve, fillan me i të regun njerëzit ma të këshia. Inna alladhina kafaru. Ata që kanë mohu, ata që se kanë besu Allahu xhallahu ala, sawaun alehim, është e njëjtë për ta, e endhertahum, em lam tunzirhum, la yu'minun, a i thira ata, a nuk i thira ata nuk besojnë, khatam Allahu ala qulubihim. Allahu ka vulozën zemrat e tyre, për që ata nuk falen. Andaj largoje këtë vullën nga zemra, këtheju Allahu xhallahu ala, falo, nga se nuk ka dobi, nga asë një adhurim i njeriu Zotë në ruajt, nëse nuk e ka lëshu kryt e vënsejsh dhe njëherë njetën e vetë. Andaj, pasi që i përmenë Allahu xhallahu njerëz pa besimtar, fletë për kategorinë më të zezë se këta. Wa minan nasi, e për njerëz dhe ka, mos u babi tillë. Wa minan nasi men yaqulu amanna. Për njerëzve ka që thonë na kena besu, ka që thonë kena zemrën e pasër, ka që thonë jena të mirë. Wa ma hum bimu'minin. Allahu thot ata janë besimtar. Kjo fjalë Allahu xhallahu ala. Me çka ti si musliman mundesh me kuptu se si shpëtosh nga grupi i dytë i tretë, me çka? Në fillim të Kuranit Allahu azza wa jall i ndan njerëzit në 3 kategori. Njëri sikur se thashë në fillim. 3 kategori, 3 lloj zemrash. 3 lloj tokash. Cila tokë do me konë ti? Cila zemër do me konë? Aja që shejtani mbjen të qka dëna? Aj që shejtani lunë me ty si dëna? A nuk është turpi Allahut azza xal. Wallahi njëri turpruhet nga Allahu xhalla xhelaluhu që të bëhet argat i shejtanit. Allahu xhalla thot: "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatu awliya'a min duni?" Apo merrni ata dhe pasardhët e tij, apo i merrni ata, shikoni veç kjo thirrje të mjaftueshme me zgju, me këndell zemrën e çdo njeri. Do të thosh Allah për Allah, a jeni të vetëdijshëm se pas kujt po shkoni? Nëse nuk faleni. Fatattakhidunahu, apo merrni shejtanin wa dhurriyyatu awliya'a min duni, subhanallah. Apo merrni shejtanin dhe pasardhët e tij, meç apo mbleni mu? Thosh Allah po thot, çish po mblen mu? Ka po shkon? Kujt po i kthesh? Mu po mblen. Wallahi kjo është e mjaftueshme që njëri subhanallah t'ia dridh zemrën e tij dhe mos të mbetet pa i nështruar Allahu xhalla xhelalu. Allahu po xhelazon Allahu xhalla ala, po të futizon, po të jap shëndet, po të mban. Shejtani po të vjen me mërzi, me dëshpërim, me pikëllime,
A pat në fund pyetësh Allah, jo ty nuk po du. Ky është më i mirë për mua. Me çfarë arsye? Me çfarë logjike? Wallahi një nuk e kupton këtë. Me çfarë logjike? E lën Allahu xhalla wala. Shumë për njerëzve fatkeqësisht wallahi sot i shohim e trajtojnë Allahun xhalla wala, thosë Allahu kush e di çka ju ka bëu aty lart. Thosë kanë armik, ik prej ti, nuk i kthehet atij, nuk i nështrohet atij. Kurse për mend Allahu xhalla xhelaluhu. Ndërsa e trajton shejtanin, thosë ai ditë për ditë hedije të këndshme vjen të shtëpia e tij. Pse vallahi pi Allahu xhalla wala. Po çfarë si ik njëri pe Zotit vet? Kur e din se përfundimi ka më qenë përzi tek ai atë. Përfundimi ka më qenë përzi tek ai. Nga se sikur se thash fillim dije, sa do që i largun nga Allahu xhallahu ala, sa do lart që ke shku, sikur të djenë në fund nga dyshimet, nga dilemat e mos falit namazit, sa do që ke shku larg, dije se dyrt e Allahu xhallahu ala për deri sa shpirti dhe trupi janë bashkë janë të hapura për ty. Kur Allahu xhallahu në këmbyll, nuk ka mëkat mbi fytyrë tokës se mund njeri me bë, e që ky mëkat mbi mbyll dyrt e rahmetit të Allahut azza wa jalla. S'ka mëkat. Nuk ka e keqe që mundesh me e bë, e që kjo e keqe me i mbyll dyrt e pendimit tek Allahu xhalla xhelalu. E pamundshme. Prandaj, sikur se është ankushë tonë dhe ka thonë, i mbyta njerëzit me fjalën do ta bëj, duke i shtyrë adhurimet, e më mbytën ata me fjalën o Zot na fal. Sa ka investuar në ty shejtani që mos me fal namaz, kanë kalu sa vite, e pastaj në fundit njëri është penduar. Ka shku keq që ka bëu shejtani hoq. Rënaja dëshira shejtanit, prishja armikut Allahut ato gjë dëshirat e tij, dëshpëroje e kënaqë Zotin tënd duke u pendu. Kënaqë Zotin tënd, dëshpëroje armikun tënd, dëshpëroje, piklaje, çish po piklon ai ty, çish po dëshpëron ai ty, çish po mbjell mërzin ty, ktheja me të njëjtën. Ktheja me mërzi, ktheja me piklim. Duke u kthyer Allahut azza wa jalla. Nga se kështu të piklon, kështu të mërzit atë. Wallahi shejtani piklohet, mërzitet, hidhrohet, kur ishe musliman duke nështru Allahut azza wa jalla. E Allahu gëzohet dhe kënaqet kur ishe rab të veç që i kthejnë Zotit e ty në ato. Andaj, ky libër, ky Kur'an, është udhëzim, është dritë, është shërim, është shpërblim, është ngritje, për kanë ata që e falin namazin. Për ta është këtë dritë. E lusim Allahun xhalla wala që të tjerë t'ju ndriçon dritën, t'ju ndriçon rrugën. E t'i kthen në rrugën e Allahut azza wa jalla. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në sa vende në Kur'an na ka përmend duke na thirrur wa aqimus salat. Edhe falini namazin. Falini namazin. Falini namazin. Sa ka vende në Kur'an ku Allahu xhalla xhalla na thirr që ta falin namazin. Nëse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë as-salatu imadu din, namazi është shtylla e fesë. Po nëse s'ki shtyllë, me çka të mbahet kulmi i fesë? Kur rren ai kulm? Nëse nuk ka shtylla. Gjithashtu në hadithin e Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bunya al-islamu ala khamsin, është ndërtuar Islami në 5 shtylla. E para, shahadati an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, dëshmia se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wasallam është dërguari i tij. E dyta, o iqamati s-salat. Edhe falja e namazit, mas shahadetit namazit. Më njëherë. Dhe është hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka u amërmene juve për një njeri që lumi kanë afër shtëpisë së tij, edhe 5 herë nditje ai falet aty. Ai pastruhet në atë lum. A mbetën ndonjë dytësirë në trupin e tij? Kanë thonë ashabët e tij, ja Rasulullah, e si të mbetën dytësira kur 5 herë lat? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu është namazi i fal mëkatet. Në hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i saktë, e transmeton Tabaraniu, ndërsa Sheikh Albani thotë hadithi është sahih. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malakan, Allahu xhalla wa ala dërgon melajke special, dërgon melajke e cila para çdo namazi thret. Na nuk e njeh. Mi vëna ka tregu Muhamedi ju thret arrat Allah. Yunadi inda kulli salat, thret para çdo namaz duke thënë o bijtë Ademit, ngrituni
tek zjarri që e keni ndez vet, fikeni me namaz. Zjarri e ke ndez, me çfarë ke ndez zjarrin? Me gjunahe. Çdo mëkat e ndez zjarrin e xhenemit atje. Çush e fik? E fik duke u quajtur duke fal namazet. Çdo namaz është kove me ujë. Çdo namaz është një kove e madhe me ujë, e cila i fik mëkatet që janë bërë para kësaj ere. Më tregoni ai që nuk falet, me çka i fik mëkatet e tina? Me çka e fik zjarrin e tij Zot, me çka? Ky zjarr nuk fiket me asgjë tjetër përveç se me nështrimin e Allahut subhanahu wa taala. Ana shikoni këtë melek që e dërgon Allahu xhalla wala para çdo namazi, duke i thirrë robët e Allahut azza wa jall, o bijtë e Ademit, o ju që keni ndez zjarrin me durët e juaja, ngrituni dhe fikeni këtë zjarr duke fal namaz. Duke fal namaz, duke nështruar Allahut azza wa jall. Kështu fikeni këtë zjarr. Këtë zjarr që vetë keni ndez me kundërshtimet edhe me mëkatet e juaja. Ndërsa në një hadith tjetër thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Çështja e parë që do të pyetesh për të ditën e gjykimit, e para është namazi. Nëse është në rregull namazi, do të rregullohen edhe punët e tjera në vim. Nëse namazi nuk e ka në rregull, të gjitha punët e tjera do të ketë kaos dhe pa rregull. Çka nuk kupton kjo hadith? Sa mundosh me bo mirë këtë dunje? Sa mundosh me bo të mira? Sa mundosh që me bo diçka që shpreson që shpërblesh me të jumëll të janë? Mirë për namazin e kelon. Se ke falë namazin si kurse duhet, dije se mos prezenca e namazit në bagazhin e veprave të tuja i që regullan dhe i prish dhe veprat e tjera Zotin e rujt. Nuk qëndrojnë, janë të leta. Namazin e cili e rëndon peshojnë ditën e gjykimit për Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith të gjatë, për marrë veç një pjesë e tij, aty ku na intereson neve që ta marrim, wala dina liman la salata lahu, thot pejgamberi sallallahu nuk ka fe ai që nuk ka namaz, innama mawdi'u as-salati min ad-din ka mawdi'u ar-ra'si min al-jasadi, edhe pozita e namazin në fe është sikur se pozita e kokës në trup. A ka trup pa kokë? Ka trup pa dorë. Ka trup pa dorë. Ka trup pa këmbë. Ka trup pa sy. Ka trup edhe pa hunë. Ka trup edhe pa gjymtyr të brendshme. Do shta njëri qëndron edhe pa bubrege, kushti për sa gjymtyr mongu qëndron. Është i mangët, ka probleme, shkon me vështirësi mirë për shtin. I pa keni pa trup me mbet gjallë pa kokë, s'kaptë. Andaj paramendohet musliman edhe pin alkohol. Paramendohet kështu. Kjo është e zezë, mos vetë kjo pa paramendohet i qysh. Paramendohet musliman edhe mashtran. Edhe kjo është e keqe, është e zezë, mos vetë kjo, po paramendohet i qysh ato. Paramendohet musliman që ka parë me shkun haqe, s'shkon haqe, dhe kjo është katastrofale. Mirë po paramendohet i qysh. Paramendohet muslimane pa mbulesë në kohë. Paramendohet edhe kjo. Diqysh paramendohet. Mirë po nuk paramendohet musliman pa namaz. Kjo nuk paramendohet. Me i tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pas te e kanar njerës që thonë ti e pejgamberi o në sfalën, qka kësh me thonë? Qka kësh me thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i cili një dit ka dalë nga xhamia tiri ka pa do njerëz në rrugë, 2 njerëz. O shudik. Edhe i ka thonë, ju dy asini muslimana? Ka unë ja Rasulullah jena falë ma herët na. Nga se është shty namazën xhami pak ma vonë, e ata e kanë falë shtëpi tyre. Ma ata namazën e kanë falë. Muhammed mi ka pa këto 2 njerëz në Medinë ka pa. Pose i ka pa ka thonë, asini musliman? S'ka mund e paramendu, tu falë në xhami në rrugë përreni. Nuk paramendohet kjo. Ka unë ja Rasulullah jena falë. Qka i ka thonë Muhammed asam? Në falë një gabova? Ja, ju ka thonë, edhe nësi i falë, ishi një musliman ka falë në xhami, falë me ta. Nga se do të qka në kupjo kjo? Nga se nësi ju shurë njerës për jashtë, automatikisht gjykojnë për vetë diçka tjetër, jo që një musliman. Andaj do të thotë, nuk paramendohet, nuk është paramendohet në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam njëri musliman me i thonë vetit, e mos më falë.
muslimane me i thonë vetit e mos mu falë. Kjo nuk paramendohet, sikur se thash, nuk paramendohet trupi pa kry. Paramendohet pa këmbë, pa gishta, pa sy, pa flak, pa dorë, pa këtë paramendohet. Ka mundësi mos i pas as dorë, as kom, veç me mirë, veç trupi. Edhe kështu paramendohet, edhe kështu kemi pa. Pa kry, s'ka pa kry. Andaj, kjo është pozicja namazit në feja. Për të arsye, namazi është obligim, është farz. Nga farzët më të mëdha në fe, nuk guzon të lirë, është obligim edhe për burrat, edhe për gratë. Është obligim në çdo moment. Nga se fatkeqësisht kemi gjetur nga muslimanë që falen veç kur janë nga xhamis. Nëse bën nga kia musmu ose me kon në udhim dikun, e lën namazin. Namazi nuk lihet. Sikur të kish me arsyetu dikën Allahu xhalla wala. Për lënin e namazit kish me arsyetu kan, kish me arsyetu luftarin luft. Ka sa është angazhuar me armikun, me gjithë angazhim me armikun, Allahu xhalla wala i ka mësuar se si mu fal luft. Një grup falet, e një grup rrin, një grup vazhdon, një grup plotson. Kryesorja të gjithë kanë obligim mu fal. Edhe kur janë në flakën e betejës së luftës, edhe më kur janë në flakën e dasmave dhe sunetive ndryshme që lënë namazin Zoti na lut ato. Sa kanë dasma sfalet ato. Ku mu fal tash? Ha? Sa kanë për ato manifestime solene ndryshme, për martesë ose për zime ndryshme, e lënë namazin. Ndeka, në të pamë, tu prit njerëz në të pamë, e lënë namazin. Ku mu fal tash po pras njerëz? Krejta që lënë namazin nuk besoj se janë flakë më të madhe se ai që është në luftë. Ai është flakë më të madhe nga se ai e ka shpirtin në fyt. Është ka jep jetë ndoshta. Tash ka mundësi me rëndë një granatë me mbyt, megjithatë Allahu xhalla wala nuk e ka arsyetu, mos ka fal namazin. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se marr lehtësimi për formën e namazit të frikës. Ka se luftë falë namazi i frikës, e ka formën e vetë. To që dikush ruan, e tjerë të falen, kjo është forma. Para se marrë kjo formë, e kam pas ndalu me kësu mu falë. Janë falë komplet që shfalën sot. Kanë qenë domethënë pejgamberi sasën në një fush me ashabët e pejgamberit larg Medinës, janë falë. Edhe nga larg i ka shiku Khalid ibn Walidi. Ka dash njerë me umësy, ka pas mësi gjithë me i gra. Gjithë janë falë namaz. Asë s'ka pas, e pëse është rëzikujet atyne. Mirë pa Allahu xhalla ka dash e ka ndalë Khalidin mos më sulmu, e pastaj, pasi namazi, ka arë lesimi namaz frikës e të falë aftë. I po se kanë lanë. Kër kanë luftën e Uhudit, kër e kanë vonu veç pak namazin, për shkak luftës, ose për shkak tjetër. Pejgamberi sallallahu është lutë kundër mushrikëve të Mekës, të cilët na e vonu namazin. Ka thonë Allahu ambusht varat me zjarë, shërnaluna në ansaratil asër, na pengun ka namazi i kindisa. E sot, njërin pun, drejtar, shef, e pengon, ato mu falë namaz, pa kur farhaku, e i thëtë vetin pun muslimanë. Baba e pengon djallin mu falë, baba e pengon qikën mu falë, e i thëtë namaz, e i thëtë jo musliman. Ata mushrik kanë qenë pagan, kanë adhuru idhuj, kër e kanë pengu namazin, kër e kanë pengu Muhammedun nga namazi i kindis, ka thonë Zoti u amusht vorët me zjarë, nga se s'në latë mu falë rahat. E pësi unë falë ata, ju në falë me grupe, me në forma, në mirë për shka, si unë falë rahat, si unë falë kur duhet mu falë, që është duhet mu falë, veç për këtë arsye ka bo doa për ta Muhammed e Zonë. A thu valë, qka të thënë të për ta sot Muhammed e Zonë që qka, pa kur far arsye. Leqe i ashtyn dikut namazin, por e imponon që kur mos me falë, kur mos me në shu Allah Gjellë Allah. Qfar doje për ta kishte me u bo? Edhe përsi në fund thot, unë jam musliman. Përsi në fund thot, unë e kom zemrën e pasër. Përsi thot, unë jam majnisa e që falë. Me qka? Duke pengu tjerë për më falë? E kështë më radha. Përndaj, është obligim për çdo kërë. Nuk lirohet nga namazi, duhet ta dim, nuk lirohet nga obligueshmëria e namazit përveç se një njerit. Kush është ai? I çmenduri. Veç ai që s'ka mend, ati nuk thënë më falë normal, çaj zin. Tjerë, kush që ka mend, veç mend me pas. Çdo kush e ka obligim më falë. Andaj, sikur se dini, për namaz me pas abdes, nuk i abdes merr temum me dhej.
për namaz me koni veshën, nuk i veshën, deshën të më falë. Në për namaz nuk ka kibla, nuk din ka kibla, këthesh ka dush. Për namaz të më letë në kom, s'ush më letë në kom, falësh ulesh. Për namaz të më lidhë durt, je i lidhën falësh. S'lihet namazi, korat. Lidhën falësh. I kam pyet dietarët për ata njerëz që janë burgosën, edhe janë të lidhën me kohë të tëra. Për shembull, pas kur ti marrin para burgim, ju po zullom i lidhën. Edhe i lënë kohë gjatë ashtu si presion për të marrë informata nga ata. E i kam pyet dietarët se nuk po kanë mundësi më zgjidh, as po kanë mundësi më çumë marr abdes. Se të lidh, ka thonë falu pa abdes edhe i lidh namazin me selam. Nuk lidh namazin për kurrë. Për kurrë nuk lidh namazin hiç. Thash, nga se nëse Allah këta nuk i ka arsyetu. Për lënë namazit, çka punë tjetër vëllai. Edhe normal. Në disa kohë të saktuara, gruaja lirohet nga namazi kur është në lehoni ose kur është në menstruacione, ka haram më fal, nuk bën më fal. Po, aty është liruar me veç, për ndryshe pas saj obligohet më fal më njëherë. Si të pastrohet, më njëherë duhet më fal. E ka obligim namazin, nuk guzon me lënë namazin. Andaj të flasim për vlerat e namazit, për dobit e namazit, patyshim se kjo është një temë që nëse kish më marr për shumë kohë edhe shumë pika që kishëm çka me thonë, mirë po duhet që shkurtimisht para se dalë tek ato dilemat e fundit të flas vetëm për disa përjetime që ndin besimtarin në namaz. Që ta kupton që ai që sfalet se çka i ik 5 herë në ditë atij nga ky përjetim atë. Nga sa atij që ik sabahi ose ik dreka ose ik ikindia ose ik akşami apo yacia bjen natë me fletë rahat duke mënuar se ajo çka ka fitu ai në tregtinë e tij, ajo çka ka fitu ai dikun tjetër, kur kush mi këto se ka fituar. E dola mi tregu atij se ka të njerëz që s'kun s'kan qenë ku ke qenë ti, s'kan fitu që ke fitu ti. Mirë, po ajo çka ke fitu ti nuk krahasohet me ato çka ka fitu ata, edhe ato çka ti ke hub nuk krahasohet as pak me ato çka ata kanë humbur. Fillimisht kjo të flasim për pretimin e namazit, kjo është temë gjatë. Ka se vetë një lëvizje namaz sa kanë shpreh dietar për kënaqësive që kanë dinë në atë pozitë ku kanë qenë. E mos thonë për pozitat e tjera. Mi bëj shkurtimisht. E para, Allahu Akbar. Kur thush Allahu Akbar, çfarë dallimi ki ti për atë që nuk thot Allahu Akbar? Ka shumë dallime. E para, edhe kryesore për ty është se ti me zemrën tënde edhe me gjuhën tënde e konfirmon se me të vërtet asnjë këtë botë nuk ka më të madhe për ty se Zoti jot atë. Çi ke besu? As puna jote, as familja jote, as koha jote, as fitimet, as angazhimet, as kurrë nuk është më i madh kur vjen koha namazit. Allahu Akbar. Ai që sfalet, kur e konfirmon këtë? Kur i vjen vakti me konfirmu se Allah është më i dashur për mua se këtë? Kur? Nëse sfalet, namazi është konfirmimi. Andaj kur Allahu Akbar, ti thush Allahu Azza Jall, për mua ti je më i madh. Për mua ti je më i dashuri. Për mua ti je më i afërt. Ai që nuk falet, kur i thot Allahu Akbar, nëse nuk i thot namaz, e del ditën e gjykimit për Allahut Azza wa Jall, e i thot Allahut Jalla Jalaluhu ama shpëlimin. Qysh me të në shpëlimin, kur sukon e me i madhe. Qysh me të në shpëlimin, kur sukon e i pari për ty. Sukon me i dashnit. Pa me drejt, Allahu Jalla i thot, le të shkon çdo kurt le të merr sevap tek ai që ai ka qenë më i madh tek ai. Nëse ka qenë për ty dinare më i madh, se sa Allahu Jalla wa Ala, shkoli për sevapin xhenetit të dinarit. Shkon në dyqan atë në dynja lipe poshtë, ke harruar ti kur. Çfarë lipe? Qies në xhenetit. Nëse xheneti ku në xhen, a ka mundësi me xhen? Nuk ka mundësi me xhen. Ajo gruë që kanë preokupuar punë të shtëpisë, duke fshi, duke pasru, edhe pse kjo pjesë e grave duhet me normalisht me kry këtë detyrë. Mirë, po jo me pegun nga namazi. Jo me shri kohën namazit të fshi dhe këtë, ose të rregulloj dhe këtë. Namazi është në fillim, pastaj janë tjera. Kur të varrosen në varrin e saj, a i gjen punë të shtëpisë, a i gjen mobilet, kush janë ndriçon varrin dhe kush janë nxin. Valla që e shpi që këtë është me zbarë, duke e pasu, që e këmë të nxin varrin nëse në qëtë shtëpi nuk e farë. Që jo punë, që ke fitu për saj, këtë është me ndriçu jetën tënde, këtë është me ndriçu jetën e pasardhësve tu, fëmijëve tu, që ata kanë me të nxi varrin tënd, kanë me të nxi
jetën e ardhshme nëse nuk e ke ndriçu me namaz. Prandaj kur thot njëri Allahu Akbar, Allahu është më i madh. S'ka për më të madh. Kjo është dëshmia më e madhe që njëri e dëshmon. E dyta, thonë që vjen më saj është kur thot besimtari A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne e dim se armiku i përbetuar është shejtani. Ai munduhet përmes formave ndryshme të na nxjin jetën e vet. Të na nxjin jetën çysh ka mundsi. Çysh ka mundsi. Andaj subhanallahu, në sa shtëpia është fut sherri i sehireve të ndryshme, i magjijeve të ndryshme, i mësysheve të ndryshme, i zilive të ndryshme. Për çfarë arsye është fut të shtëpia? Ka shtepër. S'po them që besimtari nuk sprovohet, kjo është tim veti, mirë po tek tjetër shumë më shumë. Pse? Nga sa ata s'kan gjetë kohë gjatë ditës me thonë, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nuk i mundësi me mposhtë armikun tënë, përveç se nëse Allah është ndihmëtar jot. Sikur që thot Ibn Taymi rahimahullah, mos u angazho me qerin e kopes, nëse thon me kalu, mi po thuj bariu le të lidh, ka lënë shlirshëm. Thuj Allah të lidh qerin, që të kaloj shlirë në dunja, të knaqë shlirë në dunja. Nëse nuk i thush Allahut namaz, lidhe shejtanin, mbrojmë nga shejtani, mbrojmë nga shirri i tij. Kur kimi thon? Wallahi veç kjo që i ka ti që sfalet mjafton, apo më nxjerr jetën. Veç kjo. Mos trasim për tjera. E ku është pasaj lezimi i Kur'anit? Fjala se Allahu xhalla wala, ai i cili e lexon me gjuhën e tij. Fjala Allahu subhanahu wa taala me shpejt duke thon elhamdulillahi rabbil alamin. Për këtë mira që më ka jap Zoti, këtë çka kam unë, edhe kjo shtet. Falëndrimi tek Allahu xhalla wala. Ku e kiti vënë që e falënderoj Allahun ku? Nëse nuk është namazi. Namazi është vënë falëndrimit, i madhimit të Allahu xhalla wala, pastaj rukuja, pastaj sejdja. Sejdja është kulmi i namazit. Do të thotë qëndrimi në këmbë, rukuja janë përgatitje për aktin final të nështrimit të Allahu xhalla wala që është në sejdë. Andaj për këtë arsye, me një rekat, sa qëndrimi në këmbë ka? Një. Me një rekat, sa rukuja ka? Një. E sa sejdja? Dy. Nga se Allahu e don sejdën, ka dhënë edhe një herë më për mua. Në kiam ka një, ruku ka një, dy sejdja. Për çfarë arsye? Nga se robi është mas afërt i Allahut aty, e Allahu xhalla ka qef që robi më lej sa më afërt i, me dy herë, jo me një herë si në koma ruku. Ai që ka humbur sejdën, tregoni çka ka fituar. Ai që ka humbur ballën me qit në tokë për Allahun xhalla xhelalu, çka ka fituar? Wallahi këtë dunja më dhon ky njeri kur s'ka fituar. Në ti që ke vendus ballin në tokë për Allahun xhalla xhelalu, e ke kënaqur Zotin tënd duke u afru në sejdët e tuaja para ti, dije se këtë ke fitu, edhe pse mësoj kush çka ka ndodhur, çka ke humbur. Pastaj ndalem tehiyat, duke thënë tehiyatu lillah, duke thonë që madhnimi, adhurimi, duke madhnu Allahun xhalla wala, duke thënë salavat në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke bëu dua për robt e më të mirë të Allahu xhalla wala. Për Ademit alayhi salam, deri në këtë kohë kur ti e bën tehiyatin, ti e konfron namaz se edhe ti do me kon pjesë e që të vë njerëzët mirë atë. Wala ibadillahi salihin, edhe mbi robt Allahu të mirë. Nëse nuk kërkon nga Allahu xhalla në namaz, nëse nuk e konfirmon dëshirën tënde se ti do me kon pasuesi Muhamedit sa, do me kon pasuesi Ibrahimit, i Musaut, i Isaut, i Nuhit, i Idrisit, i Salihut, të Shuaibit, e Zekrias e Yahya alayhis salam. Nëse kërkon namaz se ti do me kon me burra mirë, ku e ka thënë këtë punë? Në cilën vene të regon njëri këtë punë? Ku? S'ka kërkun. Andaj ai që falet pas namazit ti, kur te kthen kokën, kënë është e përmas. Një simboliki, jo që e shet i kanë, mi po e paramendon. Ai që fal namaz, kur te kryen namazin, kthehet përmas, kënë është e përmas. E shë Muhammedin s.a.s. Ishe shokët e ti, ishe pejgamber të Allahu xhalla wala, edhe njerëz më të mirë të Allahu që kanë shkelë në tokë, i shenë këtë karavan. Ai që kalon namazin për shkak të dyqanit, ai që kalon namazin për shkak të punës, ai që kalon namazin për shkak të tregtisë, ai që kalon namazin për shkak të punës shtëpisë, kur kthehet përmas, kënë është e përmas. Kush është mas ti? Në karavan e kuna është ai? E njerëzve më të këqij dhe më të urryer në fytyrën e tokës në herë i ka shkel koma aty në tokën e tyre. Me kënd me konti ti zgjedhësh. Namazi
është bosulla që të orienton ka të mirë. Lënia e tij është ajo që çon në shoqërinë të këqiva. Andaj pas të jodë thush ashhadu an la ilaha illallah. Sa e shajnë, sa e madhnuar është këtë dëshmi, që e dëshmon robi ti me gishtën e ti, duke ngrit gishtën e shahadetit, se nuk meriton të adhurohet askush pas Allahut azza wa jall. Dhe se Muhamedi i dërguar i tij, pastaj që salavat me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke kërkuar për të paqe, shpëtim, bekim nga Allahu xhallahu ala, edhe në fund e përfundon duke bën dua, duke lutur Allahun xhallahu për të mirat e dunjas e të ahiretit, më jap Allahu xhallahu ala falet e mëkateve, të mira në këtë dunja, shëndet, pasuri, fëmijë. Andaj si mos më jap Allahu xhallahu ala ti? Si mos më shpërbly Allahu këtë njeri atë? Qysh? Jap selam dy anë, duke paramenduar se në dy anë të tij po qëndrojnë robët e Allahut mirë me lajket e Allahut xhallahu ala, i përshëndet, duke pasur që vazhdimisht jetë në shoqërinë e tyre atë. Ai që këtu nuk i përjeton. Ka zëmën mu çka ka fituar. Kura e ka lutur Allahun subhanahu wa taala. Knaçia që prezanton e përjeton namaz, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më është jap, më zën knaçia kësaj. Knaçia, maksimumi knaçis përjetimi më i këndshëm kur të jam në namazën. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, Sara është mërzit për diçka, është pikëllu, ose është ngarkuar me diçka pejgamberi sa Fazia ila sala, ka shpejtu, s'ka thon ka shku namaz, e ka dole. Fazia, shpejt namaz, nga se që ty ka qenë prejhja ti. Kur i dhetohet njëri Allahu xhallahu ala, që ty e gjon prejhen, nga se e di se Allahu akbar. S'ka sbuj më të madhe se sa fuqia Allahut për shërim. Nuk ka varfri më të madhe se sa depot e Allahut për furnizim. Nuk ka breng më të madhe se sa fuqia Allahut për ta tejkaluar e kështu me radhë. Andaj thot Allahu akbar, i kthehet Allahu xhallahu edhe lut për ti që të jep të mirat e kësaj bote edhe botës tjetër. Edhe për fund, ata që gjitha këto shkëndijmë janë shkaloj. Gjitha këto që thamë na i shpërfillën. Me dilema të paqëndrueshme të kota. Do të mundojmë që shkurtimisht ti përmend disa nga dilemat e tyre, duke treguar vetë se sa të paqëndrueshme janë ato dilema, edhe sa të dobta janë përballë asaj që na thon deri më tani ato. Veç një ajet të asaj që kemi dhënë më tani, vallahi një shkronjë të atij ajeti nuk ka mundësi me përballu gjitha këto dilema, mos thasi për një repetyra. Çka thonë ata që nuk falen? Thonë, balansia është me kon zemra e pastër. Zemra e pastër për çkafit. Balansia me kon zemra e pastër. Sa i, në atë pajtimi që duhet me kon zemra e pastër. Pe çka më pasur zemra? Nëse kam përshlimin, balansia me kon zemra e pastër, pe imanit, pe dëshimin e Allahut nëse pas ta, atë themi mirë keni. Gase nuk ka rrugë më të shpejtë për me pastru zemrën pe imanit, pe dëshimin e Allahut xhallahu ala se mos më fal. Nuk ka metodë më të shpejtë me zbraz dashurinë e Allahut xhallahu ala, me zbraz zemrën nga besimi se sa mos më fal. Nëse kam përshtim zemrën e pastër pe kësaj, atëherë themi po me vënë keni. Me bo zemër nëse nuk ka pa besim, në zemër nëse nuk ka fyrën e Allahu xhallahu ala, në zemër nëse ka hise shejtani, nëse kjo për ta është e pastër, mirë ka. Mirë pa që ka përshtim, më nëzirë me pas zemër në pastër, në të kuptimin që me atë zemër do të fitohet xheneti, i themi gabim e ki. Gabim e ki. Nga se zemra, kur është e pastër, domosdo i pastron gjymtyrët, nuk i lën dyta. Nga se zemra është mbreti. Qysh ka mundësi me konë? Qysh ka mundësi me konë? Zoja e shtëpis, e paq, e mirë, pedante, ndërsa bërlogu ka rrit dhe të shtrati ku flanë. A ka mundësi me ndodhë kja? Nuk ka mundësi. Pas kur smuret komplet, është smu për smuret dekës, zonja e shpis, do më është e shtram, s'ka këshin një mën, atër pa. Me thonë është e shëndosh, e pasër, pedante, e pasaj kur shkaj në shtëpi dhe ashe bërlogun të krevati, ku flani ka ardhë, qa pas të ti është kë? Zemra do më zotën me leviz. Zemra leviz nuk rrim, cila nonë, kur e shef mine saj në rrugë, ka rrahin të tjiret, rrinë rahat duke pi kafe. A ka nonë të tjilë? Nuk ka mundësi, leviz zemra. Prandaj ato dyja që kanë atë Sulejman a.s. kanë qenë do granë kone Sulejmanit a.s. duke kur, edhe duke kosit, nara. Edhe i kanë në fëmijt pak ma anash. Ka arë një ujk, e ka angër në një pëthrive. Kër e ka përdu punën,
ajo që është ngrënë fëmija i saj, e ka pasë, ka mbet pa fëmijë. Atër ka dash në mënyrë pa drejt, me marë fëmijën e tjetërës, edhe kam kjo është fëmija jam, e kam jemi është, kjo është, kam kjo është fëmija jam, edhe kanë shku më gjuku tek Sulejmani a.s. Mirë pa, kjo që e ka u fëmijën, ka qenë shumë orature, se aja që e ka pas fëmijën. Edhe në bazë të argumente dhe fakteve, në të rrejshme, ka fitu aja që e ka u fëmijën. Me fakte. Atër Sulejmani a.s. ka dash me bodh një provë të fundit, edhe ju ka thonë, për mos me qenë asnjë për ju e dëshpruar, që tjeni të duja të knaqshme, unë e do të ndaj këtë fëmijë për gjysë. Gjysën e merë njona non, gjysën e merë njona non. Cila ka vërtit? Alman mos e ndaj, cila? Ajo që e ka u fëmijën, jo, se e si dhema saj për ta. Se e s'ka zemër që e dëmë këto, nuk e dëmë se aje ka u në sens dvetin, ta është se kole që u më saj. Mi po ka klith nona e drejt, ka dhënë jepi asaj kretit mësëmet. Apo, qështu të zemra. Ajo që dëmë t'i kënë, s'ka mundësi pa klith, nuk ka mundësi pa përtit, nuk ka mundësi pa dëshmu, publikisht, dashrin dhe ati që dëne, pa mundë shmësht. Andaj thët, e du Allahun xhelle wala, e kom zemrën e pak në besim, edhe e zemrë, është aqë i rikësa që nuk i nëviz durët, në sejtë dhe mëra, qëfar pasërti është kjo? Wallahi ke në gjanë si kur sa se nënë sot, po preje djali, s'ka gale, unë e marrë gjysën të gjysën, apëta. Kjo është me këta, në gjashme, apëta. Tjetër shka thojnë, kam dëshirë më falë, qef kam shumë i marrë lakmetën që s'falë, po s'kam ko. Nëse s'ki ko për Allahun xhelle xhelalu, për kam ki ko. Sa kërkën namazin më falë, wallahi ai cili do të thot, ai cili e shë kohrat, në qka e kalon, edhe e shë kohët e namazit, wallahi e shë se veç është dilem e kohët, e pa që ndryshme se s'ka kohë me falë namazin. Nëse, shikoni që ka thot, një nga kryesorët e klubit të qifutve në Egjipt. Do në Egjipt, si kështë në gjdo verë, pakicat e kanë një farë në klubi ku, ose udhëtësi që ata i udhëheqin. Kryesori i qifutve në Egjipt, qka thot? Thot, shpesh herë e kam qërtu vetën time, edhe shpesh herë e kam kritiku vetën time, pse nuk përbona musliman? Pse unë nësim hala musliman? Është kryesori i qifutve. Kjo fjallë ati që e ka thonë. E registrume në për libra dhe dëshmuar nga ai vetë. Qëka ka shtu këni me mendu këtë punë? Ka thonë nga se qudit e mune me musliman të cilë e shë, sa i lakmaj, po kështu thotë, sa i lakmaj une muslimanit i cili duke punu në arën e ti, e shë se ka kuha namazit, e lëshën në vekle punës, shkën të klumë me rablesët dhe falet atë. Gjumë ko, ajo është mahnit, që është kënjeri për, kur vjen kuha namazit, s'ka për të madhëmasë Allah xhelle wala. Kujdesi i këti muson për këtë ko, ka bo që këtë që fut me përnu islamin, mas 65 vete. Thët tash e kam përnu islamin, mirë pa e që më brenë vazhdimisht është se, qka do të bëj me kohën 65 veqare që nuk janë falë. Ka kohë më falë. Nga se Allahu xhelle wala e din mas miri, qka ka nevojra për ta. Në 5 kohë të namazit, ka kohë njëri më falë. I pas ka kohë më falë kush? Normal, aje cili është në shërbim të shejtanit. Aje s'ka kohë më falë. Pse? Nga se ka angazhu shejtani më obligime ndryshme, andaj s'ka kohë më falë. Tjetër shka thonë, edhe kjo është, pe ato që ndëgjojnë vazhdimisht, e kam dërmen, kismet, një të kumbo, me nisë më falë. Kur? Kjo do të filloj më falë, ai që e falë gjumar, i falë gjumar. Pse s'falësh 5 vakte, qka thët? Thët që, ja ku blisë gjumar, kismet dhe 5 vakte. Duhet mja fillu më njerë më falë. Nga se ku e din ti, me lejku i vdekis, në qëfar lërsi është për te. Ku e din ti, me lejku i vdekis, në qëfar lërsi është për te. Të regohet në transmitime, se ka arë njëre me leku i vdekis të Sulejmani a.s. Ka arë një me leku i vdekis të Sulejmani
a.s. Edhe kur ka ardhur e ka gjetë një njeri në prezent Sulejman a.s. Ku ka qëndru Sulejman a.s. Në Palestinë, te Kutsi. Sa ai ka ndërtu Kutsin Sulejman a.s. Edhe është ditë me leku dhe ka thonë Sulejman a.s. Po çudita me këtë njeri, qysh është këto, e mund ka urdhë me ja marr shpiritin në ndi. Nuk ka urdhë me ja marr shpiritin në ndi. Çfarë kush ky njeri këtu tash gatë? Edhe ka shku me leku vdekës, i ka thonë Sulejman këtij njerit, çka të ka sjell tek unë? I ka thonë, kumni që ki mundësi me lëviz, e di mundësi të shumta, a ki mundësi me mbart, me mundësit e tu e që ti ka pëllaj me më qunin dhijat. Ka shku me dur të veta të ke gjeli vetë. Asë që ka marrë menja, se që dy ku ka me posë knaci, e ka shku mu knaq. Ka shku me përretu knaci, ka shku mu knaq një ndi, duke lundrune për kohë, me shpezit madhe me mundësin që Allah e ka Sulejman a.s. Edhe se ka dit ingrati se mu që atjesht të e prit vdekja. Popli i Hudit a.s. Adi, kam prit shina, një ku ka pas të atësie madhe, edhe Allahu gjellë edhe ka qu, re, që ka njep shenjë për istarë se për shim janë gëzu, ka unë hadha aridun mumtiruna, ka unë kjo ka një shenjë që kam në rashi spejti. Allahu gjellë edhe ka thonë, juve i duke shi, se në ta është azabi dënimi juve, në ta është vrasja juve. Sa njerëz, është në bështirë në vdekja, në bështirës në knacive edhe rahative të tia. Përndaj, këtheu me njëherë, mësë shty, nga se nuk din njëri se me qka ka mundësi më badhaqu njëzër. Sa njerëz ka natë të shëndosh natën, më njësë nuk janë zhumo. S'kam pas mundësi me dëshmu për Allah gjellera praktikisht, se ata e kanë dërmen më falë. Edhe dilema tjetër, këtë dilema në të si me adasht mirë ndikujt, kur ti vetës të nuk përnë të mirë. Ja? Tërgamni ajë që të ka dënë vetës të mirën, kujt e të mirën? Ajë njëri që kur të merë rogën, i qaros shok të vetë me dreka, me darka, apo i qaros, kjo është i mirë për shok të vetë, mi po fëmija e s'ka këpuca me vesh, a është i mirë kë njëri? Me kriterit e kejt dunjes, e kejt pove kë njërë është mizorë, zunë qarë është këtë. Se mas po të cbit me këshyrë, grunë tonë mas pare, pastaj me dalë, me qaros tjertë, me ndëru tjertë, kështë më radhë. E bukur ata shpeto në sjera atë pëjteje, e sa njës ka të atil. Me shok, është disponu si kryesuri shokve ti. Sa njës ka, që kur den shëshni, kejt piklimin që kanë shok të vetë, a e thith, e ju jep aty në gzim, e pasaj atë piklim që ka thith, tjertë i shpërndan me gzim e familje tyne, e këthe qatë piklim e zbrazë familje në vetë. A është i mirë kë? Kësë është i mirë. Nuk është i mirë e që tjertë për jashtë i gëzonë kër vjenë, dhe zë fëmija e ti, thujnë atë kishë më banua dhe pak se rahat jena. A është i mirë kë? Nuk është i mirë. Andaj aj që nuk më ndonë për vetë në vetë, aj që vetë në vetë e bënë qiri duke u djekë në gjenem, e në emër të asasit dikujt i ka po mirë, kjo Allah s'ka po mirë kërkuj. Nga se qajë mirësi, s'ka me krypun nëse për Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj ki mundësi me bo mirë dhe tjerve, pajlo namazë në spak. S'pengon as pak namazi, me bo mirë tjerve. Për kundra zi, namazi është aj që të mësën me bo mirë të tjerve. Namazi është aj që të banë me koni mirë, i drejt, i sinqert, i prostituat. Nërsa për namazi të banë me konë me këso standardet shumë fyrsta, i mirë me ata që duhet me koni mirë. Mirë pa, pasi që duhet me qeni mirë me dikën tjetër. Jo mirë është kalu ata. Për këtë arsye, namazi është drejtimi i robit për Allahut Azza wa Jall. I drejtohet atij me zemrën e tij, i drejtohet atij me gjymtyrët e tij dhe me shpetën e tij. E adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe me këtë i shpëton dëshpërimet edhe dënimet të kësaj bote, edhe i shpëton dënimet të ahiretit. Ato që e thash deri më tani nuk është vetëm se pak në lidhje me këtë temë madhështore. Mirë po, besoj që ai që ka zemër, dhe ai që ka mend që të mediton rreth këtyre argumenteve, dhe rreth këtyre fjalëve që janë thënë, besoj se janë të mjaftueshme me lejen e Allahu xhallahu me zgju zemrën e çdo të hutuari dhe me kthy në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj lutim Allahun Azza wa Jall që
të gjithë musliman të cilët e dëshmojnë se Allahu është Zoti i tyre, dhe të gjithë musliman që e dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tyre, të gjithë tha e lusim Allahun xhalla wala, burra edhe gra Allahun në namaz t'i kthen. E mos shohim këso lloj kundërshtimesh të papara, të papranuara në shariat. Musliman pa namaz, musliman pa e ditë rrugën e xhamis, muslimane pa e ditë se çka do të thotë namazi dhe pa e nështruar Allahu subhanahu wa taala. Po ti me ata që falemi edhe u mësojmë fëmijëve tonë namazin se ti du të mu falë. E mos timi na penges, Zot na rujt, që fëmija jo nesër dalë mos sa falë namazin, e kur të thuhet pse nuk faleni, të thojnë se ku mu falë, kur nuk e kam pa babën e nonën kur duke u falër. Çka i thush Allahu xhalla wala për fëmijën tënd, i cili nuk e mon mend ndonjëherë që ka pa babën ose nonën që të jetë falur. Zoti na i falë mëkatet tona, na bëf nga ata që falen, sikurse ka bërë dua Ibrahim sa më ka thonë Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. O Zot, më bër nga ata që falen dhe bëre familjen time nga ata që falen. Allahu xhalla wala fut namazin në shtëpia tona, tek prindrit tan, tek vëllezërit tan, tek motrat tona. Zotin e Madh lutem që t'ia zbret mëshirën edhe pendimin zemrat atyre që nuk falen e që të pendohen e të kthehen tek Allahu xhalla wala, nga se sikur të thash më herët, dyert e Allahut i kanë të hapura vazhdimisht. Sa do që nuk e fal, 20 vjet si e fal, 30 si e fal, 50 vjet si e fal. S'ka mend nga jeta e pas 5 ditë, ato 5 ditë falu, pendohu tek Allahu sinqerisht, ti fal Allahu për të 55 tjera që nuk e fal. Ktheu tek Allahu xhalla wala, dyert e tij i ki të hapura vazhdimisht. Mirë po, nëse vdes pa u pendu, atëherë ja ke mbyll vetes dyert e hapura te Allahu subhanahu wa taala. Mëshirën e madhe ke kufizu me fajnë edhe me durët e tuja, Zotë në rrët nga kusha. Me ka që përfundojmë, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e teslimin këthira.